A bëhet xheloze për Selinin gruaja e Mirit, ja rrëfimi i saj. Rabea Shahini, gruaja gjermane e Mirit, e surprizoi në një emision, ku dhe foli për marrëdhënien e këtij të fundit me Selinin. Ajo ka deklaruar se Miri nuk ka pasur ndjenja për Selin, prandaj nuk është bërë xheloze as pak për të pasi këto ndjenja nuk ekzistojnë dhe ka qenë një lojë. Mesazhin që kishin dhënë të tjerët jashtë, nëse nuk jeni në të njëjtën situatë mos na gjykoni pa bazë. Mendohuni përpara se të flisni. Nuk jam ndjer xheloze për Selin, absolutisht që jo. E para punës kam pasur dhe kam besim tek Miri. Nuk kam pse të jem xheloze për një gjë që nuk ekzistonte. Kur ke besim tek partneri yt, nuk ke pse je xheloze. Kisha besim të plot e kam akoma, tha ajo. Ata të vë dy po vazhdojnë martesën normalisht dhe pse të vendar njëri në Gjermani e njëri në Tiranë, sepse kështu e kanë vendosur vetë. Miri po ashtu zbuloi se përse nuk e ka marrë deri më tani pasaportën gjermane, megjithse prej shumë vitesh është i martuar me një shtetase të Gjermanisë. Nuk doja të hiqja dorë nga shqiptarja, tani mund t'i marrë të dyja, është shumë në rregull, tha Miri. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.